të gjithë neve luftojmë për të jetuar sa më shumë. Dhe duam që të arrijmë përjetësinë. Edhe në fakt përjetësia arrihet vetëm në këtë lloj forme, Krishti është ringjallur. Tani cila është e mira që neve shpesh herë tentojmë të bjem duke anashkaluar, duke thënë që është detyra e dikujt tjetër. Cila është e mira që ne gjithmonë e lëm, e dim që duhet bërë, por nuk e bëjmë. Vëllezërit tanë, vargu 6, njerëzit në përgjithësi, vëllezërit si të familjes tanë, si të familjes krishterë, janë duke vrapuar, janë duke luftuar për jetë. Njerëzit që nuk kanë ardhur në Krishtin, kanë nevojë për të dëgjuar për Krishtin. Njerëzit që nuk e kanë dëgjuar lajmin e mirë, kanë nevojë për ta dëgjuar lajmin e mirë. Ungjilli, pra rrugën në shpëtimit, për të shkuar te toka e premtuar. Toka e premtuar për ne është mbretëria e Perëndisë, pranë Zotit. Neve kemi këtë lloj bekimi që Perëndia na ka lënë, neve do të jetojmë deri sa ka caktuar Zoti ditët tona. Por gjatë kësaj kohe është shumë e rëndësishme që gjatë udhëtimit tonë neve të zgjedhim kujt do t'i besojmë. Do t'i besojmë Perëndisë apo do t'i besojmë vetes tonë? Do t'i kërkojmë Perëndisë ndihmë apo do të themi në momente të vështira nuk e bëj dot, nuk e arrij dot. Kur neve shikojmë vëllezërit tanë, njerëzit tanë që përpiqen për të arritur tek jeta, tek perëndishmëria, duke parë me sytë tanë se çfarë është e mira dhe nuk e bëj, atëherë neve po bëjmë mëkat.